Horoskopi ditor, e diel, 10 maj 2026. Dashi. Ndjeni më optimist ose më të lehtë sot, të dashur dash. Me një tranzit diell Jupiter, po e hapni mendjen tuaj dhe po kërkoni mënyra për të përmirësuar dhe zhvilluar. Mund të ndjeni një ndjenjë arritjeje ose shprese në biznes ose me paratë, si dhe një ndjenjë më të fortë lidhjeje në jetën tuaj personale. Të ushqeni nevojat tuaja për paqe, qetësi dhe familjaritet është mjaft e natyrshme dhe e dobishme në këtë moment. Të shtyj tani është një ndjenjë e këndshme se po ecën përpara dhe se më shumë mundësi janë në dispozicion për ty. Qëllimi është të jesh në krye të gjërave, veçanërisht në nivelin financiar dhe shtëpiak, dhe kjo ndihet shumë mirë. Dëshira juaj për të përmirësuar, për të rritur dhe për të zhvilluar është e fortë, veçanërisht në lidhje me të ardhurat, sigurinë dhe çështjet shtëpiake. Demi. Entuziazmi dhe vetbesimi ndërtohen sot, i dashur Dem. Je në një pozicion të shkëlqyer për të shprehur në mënyrë krijuese, për të mësuar diçka të re, për të zhvilluar studimet ose projektet e tua të preferuara, për të bërë një udhëtim të shkurtër ose për të përkushtuar ndaj një projekti. Kjo mund të jetë gjithashtu një kohë kur një bisedë kuptimplote ose një zgjidhje për një problem luan një rol të rëndësishëm, duke hequr në mënyrë efektive pengesat. Ka energji të ngrohtë dhe miqësore në jetën tënde, dhe ti je në zemër të saj. Njerëzit e vlerësojnë pikpamjen tënde dhe shoqërinë tënde. Mund të hapen mundësi komunikimi ose transporti tani. Mund të ketë ndjesinë se mund të bësh pothuajse çdo gjë, dhe sigurisht që mund të bësh më shumë se zakonisht, por duhet të gjesh ritmin e duhur. Binjakët. Tranziti i sotëm diell Jupiter ju jep një fokus pozitiv dhe praktik, të dashur binjak. Mund të jetë një ditë për të zbuluar një burim ose informacion që ju sjell dobi. Po aplikoni mençurinë, intuitën dhe përvojën tuaj. Përmirësimet e sotme janë shumë të mirëseardhura. Ndjeni më të fortë nga brenda, gati për të përballur me një problem ose për të marrë përsipër një sfidë. Mund të jetë gjithashtu një ditë e mirë për biznes dhe ide për të fituar para, veçanërisht për të menduar në një pamje të përgjithshme. Mund të vendosni të shkarkoni një bar ose të merrni përsipër një projekt që lidhet me menaxhimin e parave. Gaforja. Aspekti diell Jupiter i sotëm ju ndihmon të shihni anën pozitive të një situate, të dashur gafore. Meqense Jupiteri është në shenjën tuaj, ju jeni një arsye e madhe për optimizëm dhe entuziazëm sot. Mendimi juaj është i gjerë, duke ju ndihmuar të fitoni perspektivë, veçanërisht në miqësi ose qëllime afatgjata. Sot fitoni shpejt mbështetje dhe bashkëpunim nga të tjerët. Dëshira për të çliruar nga një situatë ose mentalitet kufizues është intensive tani. Krijimi i rrjeteve mund të dalë si i dobishëm tani. Aftësitë e zgjidhjes së problemeve përmirësohen, megjithse kjo mund të jetë për shkak të një tendence për të parë mundësitë pozitive më qartë. Një mik mund të shërbejë si një bord vlerësimi ose të ofrojë reagime që ju ndihmojnë të arrini përfundime të vlefshme. Luani. Të japësh mbrapsht ose të mbështesësh të tjerët mund të jetë shpërblyese sot, i dashur Luan. Dielli, aktualisht në krye të tabelës suaj diellore, merr një shtysë nga Jupiteri në sektorin tuaj të privatësisë, duke inkurajuar një nivel të caktuar vetmie për të zgjidhur problemet dhe për të mbështetur në intuitën, përvojën ose mençurinë tuaj. Puna ose veprat e mira që keni bërë në të kaluarën mund të shpërblehen, ose mund të jeni duke ndërtuar motivimin dhe ambicien tuaj. Është një kohë e mirë për të ndjerë më vital dhe optimist në përgjithësi dhe instinktet tuaja të biznesit janë në vend. Problemet, krejt papritur, mund të duken pak më të lehta për të zgjidhur. Virgjëresha. Dielli dhe Jupiteri harmonizohen sot, Virgjëresha e dashur, dhe ndihma ndaj të tjerëve ose të mësuarit e gjërave të reja mund të jetë jashtëzakonisht e këndshme tani. Ky tranzit rrit vetbesimin dhe optimizmin tuaj menjëherë. Mund të tërhiqeni nga një degë e re studimi ose të ndiheni të motivuar për të eksploruar një temë më thellë. Ndihet si një kohë e mirë për të zhytur në diçka të veçantë. Mund të ketë disa hezitime për të adresuar në disa raste. Megjithatë, mund të bëni përparim në fusha kyçe të jetës suaj, veçanërisht në të mësuar, rrjedhim, tranzit, çështje ligjore, miqësi, botime, promovim dhe ëndra e qëllime afatgjata. Edhe nëse ende nuk e ndjeni vrullin përpara, padyshim që jeni gati të bëni plane për të përparuar. Peshorja. Me tranzitin e sotëm diell Jupiter, peshorja e dashur, keni një ndjenjë të qartë se mund ta përmirësoni jetën tuaj dhe të menaxhoni atë që keni përpara.
Mund të ketë mundësi për të lidhur, për të biseduar, për të mbështetur dhe për të zgjidhur problemet tani. Mund të ketë një mister të kënaqshëm për të zgjidhur. Ose mund të mësoni diçka me vlerë të vërtet në lidhje me karrierën tuaj ose një partner intim. Përparimet mund të ndodhin me mbështetje, para, mbështetje dhe biznes. Ndiheni të fuqizuar, gati për të përballuar çdo sfidë që ju del përpara. Emocionalisht, kjo është një kohë për të marrë kontrollin dhe për të punuar për të ndryshuar jetën tuaj nga brenda. Kjo mund të përfshijë kontrollin ose ridrejtimin e impulseve që nuk ju shërbejnë më mirë, ose identifikimin e modeleve vetëshkatëruese dhe punën për t'i eliminuar ato. Akrepi. Tranziti i sotëm diell Jupiter mund t'ju gjejë entuziast për hartimin e planeve për të shkruar, folur dhe mësuar ose për të biseduar me dikë të veçantë, i dashur akrep. Ju po kërkoni të përparoni, të rriteni dhe të përmirësoheni. Njerëzit kanë gjëra të dobishme ose frymëzuese për të ndarë me ju. Në përgjithësi është një kohë e mirë për të qenë pranë të tjerëve, pasi mund të ketë shkëmbime të lumtura dhe inkurajuese. Energjitë kanë tendencë të favorizojnë fillime të reja nën tranzitet e sotme. Marrëdhëniet dhe partneritetet e ngushta përfitojnë shumë nga më shumë ndërveprim dhe hapje. Përqendrohuni në eliminimin e asaj që ju ka rënduar dhe kërkoni çlirimin personal për rezultatet më të mira tani. Shigjetari. Dielli harmonizohet me sundimtarin tuaj, Jupiterin, i dashur shigjetar, dhe gjendja juaj shpirtërore është e gëzueshme dhe pozitive sot. Përqendrimi në aktivitete që ndihmojnë në avancimin e qëllimeve tuaja praktike mund të jetë i dobishëm dhe i frytshëm në këtë moment. Mund të ketë përmirësime ose rritje në një marrëdhënie, në jetën tuaj intime, me një koleg pune ose në vetë punën tuaj. Mund të hapet një lidhje intime dhe mund të arrini një marrëveshje të këndshme me dikë. Një qasje e re dhe e hapur ndaj jetës është çelësi i përfitimeve tani. Lajme ose fjalë të mira për shëndetin mund të mbërrijnë dhe gjetja e zgjidhjeve për problemet është më e lehtë se zakonisht sot. Bricjapi. Mund të jeni duke shijuar shkëmbime të ngrohta dhe të lumtura me të tjerët që ju ngrenë moralin tani, i dashur bricjap. Mund të jetë një kohë kur jeni të motivuar për të filluar nga e para ose për t'i dhënë jetë të re botës suaj krijuese ose romantike, dhe bashkëveprimet tuaja janë të sigurta dhe të përqendruara në një të ardhme të ndritur. Dikush në jetën tuaj mund t'ju rrisë vetbesimin ose t'ju frymëzojë të përmirësoheni. Një tranzit mbështetës i diellit dhe Jupiterit ndodh midis sektorëve tuaj të partneritetit, gëzimit dhe frymëzimit, duke sugjeruar një kohë të lehtë për të krijuar raport me të tjerët. Gjithashtu mund të gjeni një ndjenjë misioni ose qëllimi përmes marrëdhënieve, ideve dhe planeve tuaja. Mund të ketë një mundësi fantastike për t'u ekspozuar ndaj një perspektive, stili jetese ose kulture të re që zgjeron mendjen tuaj dhe hap zemrën tuaj. Në vend të kësaj mund të lidheni më thellë me interesat ose hobi personale. Problemet duken më të zgjidhshme me vendosmërinë që ndjeni tani. Ujori. Tranziti i sotëm diell Jupiter është i fortë për t'ju bërë të ndiheni më të lirë dhe më të sigurt, i dashur ujor. Po i kushtoni më shumë zemër, dashuri dhe energji jetës suaj në shtëpi, punës ose përpjekjeve shëndetësore këto ditë, dhe sot ka të ngjarë të shijoni plotësisht përparimet në cilën do nga këto fusha. Mund t'i vini në ndihmë dikujt ose të hiqni dorë nga pakënaqësitë dhe të ndiheni më mirë për të ardhmen tuaj duke vepruar kështu. Jeta në shtëpi është e përmbushur ndërsa kërkoni të bëni përmirësime në vend që të përqendroheni te të metat. Të shijoni shoqërinë e të dashurve dhe familjes, ose thjesht të ndiheni më rehat me shoqërinë tuaj, mund të ketë një ndikim të fortë tani. Ndiheni si të ngushëlluar ashtu edhe optimist. Mund të kuptoni se çfarë duhet të ndryshoni brenda për të tërhequr më shumë pozitivitet në jetën tuaj. Ndiqni instinktet tuaja kur bëhet fjalë për projektet dhe përpjekjet tuaja. Peshqit. Dielli harmonizohet me Jupiterin sot dhe qëndrimi juaj pozitiv dhe ndjenja juaj e argëtimit hapin mundësi ose mundësi për ju, të dashur peshq. Kjo temë është më e dukshme në projektet krijuese, komunikimin dhe marrëdhëniet. Edhe me disa sinjale të përzjera sot, në fund të fundit ndiheni optimist për atë që ju pret. Po i kushtoni më shumë vëmendje përpjekjeve tuaja të mësuarit, interesave personale, shkrimeve, takimeve ose botëve krijuese, dhe sot mund të shijoni një përparim në një ose më shumë nga këto fusha. Mund të lidheni me dikë të veçantë ose të dilni me një ide origjinale që ju sjell dobi. Mund të ndiheni të frymëzuar për të ndjekur një sfidë mësimore ose mendore, ose mund të vendosni qëllime në këto fusha që ju motivojnë.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.